Një vepër e rëndësishme energjetike do t'i shtohet qytetit të Elbasanit në stacioni elektrik Elbasani 3, një investim strategjik i operatorit të sistemit të transmetimit. I pranishëm për të inspektuar ecurinë e punimeve në këtë kantier ishte Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, së bashku me administratorin operatorit të sistemit të transmetimit, Elisian Bici. Ministri bëri me dije se punimet kanë avancuar ndjeshëm dhe pritet që shumë shpejt ky investim të përmbyllet. Është një investim shumë i rëndësishëm, sepse jemi në një stacion 400 kV dhe bën edhe gjithë lidhjen e linjave 400 kV për herë të parë edhe në pjesën e Fierit dhe pastaj në pjesën kufitare. Por, ndërkohë është edhe një stacion shumë i rëndësishëm për gjithë linjat në Republikën e Shqipërisë. Sipas ministrit, rritja e kapaciteteve prodhuese përmes energjisë kërkon investime edhe në rrjetin e transmetimit për t'u përgjigjur fluksit në rritje. Ky është një investim shumë i rëndësishëm, pasi siç e theksuam disa herë, është një nga mekanizmat më të mirë për të bërë dhe çlirimin e energjisë rinovueshme në Shqipëri. Kreu i OST-s, Elisian Bici, pohoi se investimi do të luajë një rol kyç, jo vetëm për vendin ton, por edhe për rajonin. Ky stacion nuk është vetëm një pikë kyçe për vendin ton, por edhe për vendet e rajonit. Gjithë linjat e interkoneksionit që kemi me Greqinë dhe me Maqedoninë kalojnë këtu. Ky është një stacion i ri i cili ka kapacitet për të bërë kalimin e gjithë flukseve të cilat do kalojnë në këtë rrjet. Në stacioni elektrik Elbasani 3 do të lidhet edhe me nën stacionet e tjera kryesore të zonës përmes linjave të reja dhe atyre ekzistuese të transmetimit, teksa do të shërbejë si një nyerë rëndësishme në nivelin 400 kW.